u zemërua sepse para 6-7 vjetësh ekspozova frymën e fallit tek Ana Lumieri, që ishte shoqja e saj që ishte në Francë. Që në atë kohë shqetësua sepse njëra nga që citonte magjitën në lutjet e saja, u shqetësua u shqetësua pastoria. Përse shqetësohesh për frymën e fallit, ndërkohë ti do ta qortoje. Po kur nuk ke sy sepse jenë në njëjtën frymë, normal që do shqetësohesh. Po do thosh, "Ua, vëlla, vërtet?" Pas kanë qenë e verbër. Dhe mund të miqësoj, mund të disciplinizohesh edhe sot e kësaj dite, të mësosh urdhrimet festat të atit, ti dhe demokrari, sepse jam mokrar vetë. Teologu, marrin titull teologu që ngrihet për të ecur në paudhësi dhe mësojmë të tjerëve. Këta janë teologët e sotëm, ngrejnë zyrat, ngrejnë strukturat e njeriu, godina, që si të ecim në paudhësi. Ky është disiplinizimi që Shqipëria ka nevojë. Luma ata që kanë një rrugë pa njollë dhe që ecin me ligjin e Jahve.